Muslimanët në Izrael dhe Bregun Perëndimor filluan muajin e shenjtë të Ramazanit me faljen e namazit të parë në xhamin e Al-Aqsa, një nga vendet më të shenjta të Islamit. Megjithatë, jo të gjithë palestinezët do të kenë mundësi të marrin pjesë në lutjen e së premtes. Autoritetet izraelite njoftuan se hyrja në xhami do të kufizohet në 10.000 persona nga Bregu Perëndimor dhe vetëm pas marrjes së një leje ditore për miratim të sigurisë. Kufizimi përfshin edhe kriteret të moshës, burrat mbi 55 vjeç, gra mbi 50 vjeç dhe fëmijë deri në 12 vjeç. Shoqëruar nga një afër shkallës së parë, masat vlen vetëm për palestinezët që udhtojnë nga Bregu Perëndimor dhe ata do të nënshtrohen kontrollit dhe dokumentacionit digjital pas kthimit në zonat e tyre. Përfaqësuesit palestinez kanë akuzuar Izraelin për pengimin e përgatitjeve të Vakfit Islamik, organi i cili menaxhon xhamin e Al-Aqsës. Një imam i xhamis deklaroi se është ndaluar hyrja për një javë pa një shpjegim zyrtar. Xhamia Al-Aqsa dhe kompleksi i saj rrethues mbetet një nga pikat më të ndjeshme të konfliktit izraelito-palestinez. Sipas marrëveshjes aktuale, hebrejt mund të vizitojnë kompleksin, por nuk lejohen të luten në libra të shenjtë. Siguria e zonës kontrollohet në mënyrë rigoroze nga policia izraelite, duke synuar ruajtjen e statu quo-s fetare.